IKMT ka nisur këtë hënë fazën e dytë të prishjes së ndërtimeve për t'i hapur rrugë projektit të rekonstruksionit të hyrjes së Shkodrës. Në fokus kanë qenë ndërtimet në pedonalen e Molos. Drejtori IKMT Shkodër Emilian Nika bëri me dije se kanë përfunduar procedurat e shpërndësimit, teksa do prishen rreth 10 subjekte të shpërndësuara. Paralelisht, po vjen aksioni për pastrimin e liçit të Shkodrës dhe lumit Buna. Kanë përfunduar të gjitha procedurat e shpërndësimit dhe sot rifillojmë punën për prishjen e gjitha objekteve, të cilat bëhen pengesë për realizimin e projektit rikualifikimi i hyrjes së qytetit dhe bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës. Janë 10 subjekte të shpërndësuara, të cilat do të filloj puna për prishjen e tyre sot. Ndërkohë, paralelisht, vijojmë aksionin pa ndërprerje për pastrimin e liçenit dhe të shtratit të lumit Buna. Pra, po punohet në 2 fronte njëkohësisht dhe puna do zgjas për disa ditë derisa të largohen të gjitha platformat në liçenin e Shkodrës dhe në lumin Buna. Kemi zgjetur, janë njoftuar, kemi zgjetur mirëkuptimin e tyre, siç e shihni ka disa ditë që po punohet dhe i kanë liruar vullnetarisht objektet, dhe çdo gjë vjen normalisht dhe pa asnjë rezistencë, asnjë problematikë. Atëherë, në bazë projekti është i miratuar dhe në bazë projektit do lirohet të gjithë sheshi i ndërtimit. Pjesë e këtij projekti janë 21 objekte, teksa 11 prej tyre rezultojnë diskualifikuar nga legalizimi.